ndër kandidatët për deputet duhet të përballet me pasoja ligjore, sepse askush nuk gëzon ta ndryshoj vullnetin e qytetarëve. Nëse ju si votues në prezident keni qeni bindur që unë ju përfasoj në parlament dhe keni pas besim në mua, askush tjetër nuk gëzon ta ndryshoj këtë vullnet dhe kushdo që e ka bo, duhet të përballet me pasoja ligjore. Në anën tjetër, sigurisht që dikush prej atyre komisionerëve ato ka qenë më i zellshëm për të preferuarit e tyre dhe kanë dalë ndoshta më shumë me vota në manipulim, mirë po ajo është e qartë që në Prizren ka pas një keqpërdërim të votave preferenciale për kandidatë për deputet të gjitha partive politike dhe ka qenë një bashkërendim i tyre për të deformuar vullnetin e qytetarëve, prandaj edhe prokuroria e Kosovës ka vepruar që mendoj që ka vepruar drejt. A mendon që kjo me që bërë komisionerët thu që ishin bërë bashkë për ta bërë këtë manipulim, sepse ndryshe nuk do të mund të bëhej, sepse askush nuk bëri zë, dasi parësi. Po, megjithatë, a kanë mujtë të dinë edhe kandidatët, zoti Axhiu, që po ju shtohen votat për deputet? Tani nuk du të hyjë në spekulime, mirë po sigurisht që hetimi do të vërtetoj edhe këtë çështje që po e ngritni ju. Më besoj që hetimi i prokurorisë do të jetë profesional edhe do të vërtetoj sa ka pas ingerenca ndërhyrje nga ana e kandidatëve për deputet. Mirë po, përgjegjës për menaxhimin e procesit zgjedhor është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do duhet të përgatiste komisionerët edhe me pasojat ligjore, të trajnonte ata që t'jenë të vëmendshëm. Gjithashtu, kjo është, o kam thënë edhe po përsëris, përgjegjësia për këtë dështim të këtij procesi zgjedhor edhe cënimit të integritetit zgjedhjeve bie nga lart deri tek komisioneri më i vogël atje që ka fut durt në kuti të votimit. Pra nga presidentja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri tek komisionerët atje, sepse vetë caktimi i datës zgjedhjeve me 28 dhjetor ka pamundsuar monitorimin e duhur të këtij procesi zgjedhor edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar edhe ata vendor. Dhe kjo pastaj u ka hapur derë manipuluesve që t'i fusin durr në kutitë e votimit. Pra përgjegjësia është prej presidentës me caktimin e datës zgjedhjeve, sepse edhe si parti politike kur kemi kundërshtuar datën 28 dhjetor, ka qenë për këto arsye, sepse në data festash derisa krejt bota feston, ne merremi me procesin e zgjedhjeve me numrime, me zgjedhje, edhe nuk ka monitorim ndërkombëtar. Kjo pastaj është transformu në një çështje ose është keq interpretuar prej qëllimshëm nga lëvizjeve vendosje që parti tjera po janë kundër diasporës e diaspora vjen. Mirë po tani po shohim që kjo dëshira që me majt një proces zgjedhor do të caktuar i ka të këto pasoja dhe nuk mund t'i ikë përgjegjësie presidentja me caktimin e kësaj date zgjedhje bashkë me partinë fituese e cila ka insistuar në këtë datë zgjedhje dhe ky cënimi i integritetit të zgjedhjeve, adresa e parë e përgjegjësisë bie mbi presidentën e partinë fituese dhe pastaj tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cila të paktën do duhet të kontraktonte edhe vëzhgues nga organizatat qeveritare vendore, të paktën në procesin e numrimit të këtyre votave në të gjitha komunat, do të mund të bëj kjo me nga 10-15 vëzhgues më tepër që janë pjesë e partive politike, të cilët pastaj do të ndërhyjnë ose do të raportojnë në kohë reale për manipulimet të cilat po ndodhin, sepse nuk është të mundur një manipulim aq i madh mos më vëret nga vëzhguesit, mirë po me informacionin që kemi pas aty ku kanë ndodhur këto manipulime me votave nuk ka pas fare vëzhgues të partive politike, kanë qenë vetëm komisionerët dhe pastaj ata brenda kanë vepruar që si kanë dashur ose ka qenë në numër i vogël i komisionerëve të cilët pastaj ka qenë lehtë ndoshta edhe që të heshtën prej atyre që kanë pas fuqi guximin për ndërhyrje në procesin zgjedhor. Po, sepse prokurori për ndërbrevje pak, zoti Axhiu, kryeprokurori i presidentit tha që vetëm një klasë në regionin e presidentit nuk është prek, do të thotë edhe votat kanë qenë ashtu siç kanë votuar qytetarët. Të gjitha të tjerat janë prek. Dhe kjo është thoni skem e organizuar. Po duket që të gjithë komisionerët të gjitha partive politike janë marrur vesh
për të ndryshuar, deformuar vullnetin e qytetarëve, edhe kanë futur durt në kutitë e votimit edhe kanë deviju këtë vullnet të qytetarëve. Edhe personalisht jam i dëmtuar në Prizren me votat. Edhe kur e kam pasur rezultat final në përfundimin e procesit numërimit në Prizren, kam di që nuk është rezultat real bazuar në komunikimet e mia me qytetarë. Kam pas ankesa edhe për qytetarëve. Keni dyshuar atëherë që mund të jenë qëtërsu votat? Kam pas ankesa sepse më kanë thirrë vetë qytetarë, kanë thënë që në këtë klasë familja jomë kemi votu, do duhet i kishe 8 vota në këtë klasë, mirë po mas publikimit rezultatit janë 0. Ne jemi të gatshëm me dëshmu me dëshmi tona, me deklarata që kemi votu për votat që janë, edhe të këshëm lullë me bë ankesën për me rinomrem në atë shkollë. Kam qenë i gatshëm të bëj një gjatë tillë, sepse kam pa që nuk po përputhet në disa komune. Deri sa në nivel Kosovës, prej zgjedhjeve të shkurtit, deri në zgjedhjet e fundit kam pas një rritje të numrit madh të vota, pothuaj se në të gjitha komunave në total afërsisht 3000 vota më shumë se në zgjedhjet e shkurtit. Për mu ka qenë e pabesueshme se mund me pas më pak vota në Prizren ose në Kaçanik ose në komunë tjetër në raport me zgjedhjet e shkurtit, kur në gjithë Kosovën kam pas vota më shumë. Mirë po është vërtetuar që mas rinomrimit më janë rikthyer votat edhe janë shtu këto vota në komunat ku ka pas ndërhyrje nga ana e komisionerëve. Në total deri më tani në nivel vendi janë shtu dikon afër 420 vota më shumë, pra që kanë qenë të devijuar nga komisioneri. Në ndonjë rast mund të jetë që ka qenë edhe ndonjë gabim teknik, mirë po Prizreni nuk ishte gabim teknik. Jo, po sigurisht ishte e organizuar teknikisht. Çka duhet të bëjnë partitë politike, domethënë udhëheqësit e partive, qoftë me ata komisionerë, përfaqësuesit e tyre, qoftë, ndonë se ata do të përballen me ligjin, sigurisht, por qoftë edhe me kandidatët cilët u janë shtu votat, sepse kjo është një dëmtim që ju shkaktohet, themi, partive politike, edhe nga kandidatët, edhe nga komisionerët. Pavarësisht ta kanë bërë me dije ose pa dije. Përgjegjësia politike sigurisht që bie gjithsesi bazuar në fuqinë elektorale dhe fituesit të zgjedhjeve. Pra, e para që do duhet printe në këtë rast do të duhet të ishte partia fituese, e cila ka fituar zgjedhjet dhe kushdo brenda partisë fituese që i ka shtu votat në mënyrë manipulative duke ndryshuar vullnetin e qytetarëve, do duhet të inicionte procedurën e PZAP që të mos certifikohen kandidatë të tillë, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike zoti Bedri Hamza ishte i qartë në këtë që tha se kushdo që ka futur duart në vullnetin e qytetarëve, ka devijuar atë, në qoftë edhe nëse ka vota për me marrë mandatin, nuk është e moralshme që ta marrë një mandat tillë, dhe ai besoj që do të merr edhe hapa tjerë që vërtet ata që shënojnë që përmes cënimit të integritetit të zgjedhjeve, përmes manipulimit të votave, të bëhen deputet, nuk është as etike, as e moralshme, edhe ato mandate nuk i duhet askujt. Pra, thoni që kolegët tuaj s'do ta pranojnë mandatin, edhe nëse kanë fituar tash, po tani për shkak që jam vetë kandidat për deputet, për shkak që unë jam i dëmtuar në këtë procesin e këtyre ndërhyrjeve të komisionerëve, bie që po flas për vete. Po nuk jeni vetëm ju që jeni dëmtuar, janë 10 tjerë. Tani mirë po as është politikisht në rregull, as kolegialisht në rregull, as nuk do duhet që kushdo tash për të marrë se gabimet njerëzor, kushdo që në mënyrë manipulative ka përfituar vota, nuk është etike as e moralshme që të jetë pjesë e Parlamentit të Kosovës, as që do të mund të jap ndonjë kontribut pastaj në Kuvendin e Kosovës, duke e ditur që është pjesë ose me dije ose pa dije e një procesit të kontaminuar zgjedhor.